Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do të jemi bashkë në edicionin informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama ka paralajmëruar deputetët se nuk do të kenë një vend të sigurt në listën e mbyllur për zgjedhjet e ardhshme. Sipas tij, drejtuesit e qarqeve do të jenë të garantuar, ndërsa të tjerët do duhet të luftojnë për vend në lista. Rama theksoi se figurat e reja do të përfshihen për të sjellë ndryshime dhe freski në Partinë Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka vendosur të japë një tjetër drejtim listës së kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme, duke njoftuar grupin e tij parlamentar se deputetët aktual nuk do të kenë një vend të garantuar në listë. Duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste, të parat. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. Vetmi që do të kenë një vend të sigurt në listë do të jenë drejtuesit e politikë të qarqeve për të shmangur konkurrencën e pabarabartë dhe për të siguruar një strategji më të qartë në fushat. Rama theksoi se në listën e re do të përfshihen më shumë figura të reja, duke quajtur këtë një transfusion gjaku për partinë. Kjo është shumë e rëndësishme dhe nëse ka një gjë që ne na ka mbajtur gjithmonë në kal, është se kemi pasur gjithmonë kapacitetin të ndryshojmë, pa pritur që të na hedhin njerëzit në kosh, siç na hodhën 2005, që pastaj ne të fillojmë ndryshojmë. Që nga 2009 dhe deri më sot ne kemi vazhduar të ndryshojmë dhe kjo ka qenë dhe kjo është ADN-ja e Partisë Socialiste. Në mënyrë të papritur, kryesocialisti la të hapur mundësinë që të mos kandidojë fare në listën e deputetëve, duke thënë se ende nuk ka marrë një vendim për veten. Kështu që kush është në listën e hapur duhet të jetë një garë shumë të barabartë. Ndërkohë që vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht, se mund dhe mos janë fare në listë, duke qenë deputet i gjithë për detyrën që kam dhe për mos i zënë vendin askujt. Kjo është pak a shumë pamja sot, ndërsa për sa i përket deputet TV, po shkojmë drejt të njëjtit princip, por do shohim deri në fund si do materializohet të gjitha deputetet që kanë qoftë një mandat do të jenë në fushë. Përpse? Për faktin se me sistemin e ri që kemi, gara është e balancuar, burrat garojnë me burrat, gratë garojnë me gratë. Dhe një gjë në fund fare. Rama e cilësoi datën 11 maj si një moment kyç për Partinë Socialiste dhe për të ardhmen e Shqipërisë në procesin e integrimit të Bashkimit Evropian. Dhe kjo është dritarja e hapur që Shqipëria nuk mund, nuk duhet dhe ne nuk do të lejojmë që ta humbë si mundësi. E vullnetit popullor për t'i dhënë mandatin e 4 Partisë Socialiste me një mbështetje si asnjëherë më parë, në mënyrë që ne të mbyllim procesin dhe që të mos kemi asnjë luhatje, asnjë ditë të humbur, jo më të humbasim muaj, se nëse ne do humbasim muaj, dritarja do mbyllet. Ai argumentoi se Partia Socialiste është e vetmja forcë politike që mund të flasë me aleatët ndërkombëtar NATO dhe BE, ndërsa opozitën e quajti një kënet që nuk mund të ofrojë garanci për këtë proces. Nuk ka kapacitetet të tjera, jashtë kapacitetet të Partisë Socialiste që mund të flasin me botën sot, as me Europën, as me NATO dhe as me askënd tjetër. Nuk ka. Dhe pa u futur në Bashkimin Evropian, pa u bërë antar të Bashkimit Evropian, mbetet absolutisht shumë e rëndësishme dhe kush qeverisë në Shqipëri. Ky vendim vjen në një moment kritik për Partinë Socialiste, teksa gara e brendshme për listat e kandidatëve ka krijuar tensione mes deputetëve aktual dhe figurave të reja që synojnë të hyjnë në politikë. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, paraqiti për herë të parë programin e tij elektoral pas formimit të koalicionit Aleanca për Shqipërinë e Madhështore. Ai theksoi se Shqipëria do të bëhet një superfuqi energjetike në rajon dhe premtoi realizimin e projektit të madh të gazifikimit, po ashtu ai përmendi se shumë nga idetë e tij janë frymëzuar nga filozofia e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbajti daljen e tij të parë publike pas firmosjes së koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore, ku shpalosi pjesë të programit të tij elektoral. Me zotimin solem se 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Po, zotëri, po s'ka gjë më. Do t'jetë asë një qëndartë me shtresë sa në Kosovë që e merr nga Durrësi,
dhe shet 40% më lirë. Do jetë 7 lek. Kaq e ka me në të gjitha për llogaritjet. Mund t'jetë dhe më lirë. Por unë po them 7 lek. Për biznesin do jetë 6 lek. Do jetë 3 herë më lirë. Pronar të përdjekurit brenda mandatit parë do të marrin çdo dëmshpërblim, çdo rikthim, çdo kompensim që u takon. Ai premtoi se nëse rikthehet në pushtet, Shqipëria do transformohet në një superfuqi energjetike në rajon, duke përmendur gazifikimin si një nga projektet kryesore të koalicionit. Që është absolutisht ëndra më e bukur e ditës dhe jo e natës, e çdo shqiptari, e çdo adhetari, e çdo njeriu punëtor, e çdo njeriu të lirë, e çdo njeriu me dite. Berisha në fjalën e tij në prezantimin e koalicionit Partisë Demokratike Shqipëria Madhështori u përgjigj sulmeve të kryeministrit Edi Rama. Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani sfundi i kanë ngel në gojë ku je kujtim, jepi ato musteqe ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua burrë dhe këto. Partia Demokratike nuk ka finalizuar ende një marrëveshje përfundimtare me aleatët për listat e kandidatëve, ndonse u ka garantuar 8 vende të sigurta, 5 prej tyre. Pjesën më të madhe e merr Partia e Lirisë së Ilir Metës, e cila siguron 4 kandidatë për listën e Partisë Demokratike. Lista do të kalojë për miratim në kryesi dhe Këshillit Kombëtar përpara se të dorëzohet në KQZ, ndërsa sfida kryesore mbetet ruajtja e balancave mes 25 partive të opozitës. Partia Demokratike vijon negociatat përfundimtare për listat e kandidatëve me aleatët e saj, ndërsa ende nuk ka një marrëveshje të plotë. Në kuadër të koalicionit opozitar, Partia Demokratike ka garantuar aleatëve 8 vende të sigurta në listë, me Partinë e Lirisë të Ilir Metës, që siguron pjesën më të madhe me 4 kandidatë. Përveç saj, Partia Republikane, Partia Agrare Ambientaliste, PBDJ-ja dhe PDJ-ja kanë siguruar nga një vend secila në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Berisha ka zhvilluar primaret brenda Partisë Demokratike për të përzgjedhur kandidatët e tij, por mbetet e paqartë se si do të balancojnë rezultatet të këtyre primareve me kërkesat e aleatëve. Ai pritet të përfshijë edhe parti të tjera më të vogla në listë, megjithatë këto vende nuk janë të sigurta. Ndërkohë, në disa prej aleatëve të tij, Berisha ka bërë marrëveshje që lidhen me qeverisjen e ardhshme nëse opozita fiton zgjedhjet. Para se të dorëzohen në KQZ, lista do të kalojnë për shqyrtim në kryesinë e Partisë Demokratike dhe më pas në Këshillin Kombëtar, ku do të miratohen përfundimisht. Sfida më e madhe për Partinë Demokratike mbetet ruajtja e balancave mes 25 partive që kanë mbledhur rreth vetes, duke shmangur përçarje apo pakënaqësi të mundshme. Në zgjedhjet e 11 majit që afrohet, Partia Demokratike duhet të menaxhojë me kujdes këtë ekuilibra për të ruajtur unitetin brenda koalicionit opozitar. Gjykata e apelit të posaçëm do të shqyrtojë të martën ankimimin e kryetarit të Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, kundër masës së sigurisë së arrest me burg. Veliaj ka reaguar në rrjetet sociale duke e cilësuar çështjen si një akmarrje politike dhe një shkelje e të drejtave të tij. Ai ka akuzuar prokurorin dhe gjykatën për veprime të padrejta dhe ka theksuar se do të mbrojë veten përballë gjykatës. Të martën, gjykata e apelit të posaçëm do të shqyrtojë ankimimin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, kundër vendimit për masën e sigurisë arrest me burg. Vendimi për arrestimin e tij ka shkaktuar debat të madh politik dhe juridik në vend, ndërsa Veliaj e ka cilësuar këtë proces si të motivuar politikisht. Në një reagim të gjatë në rrjetet sociale, kryebashkiaku i Tiranës ka akuzuar organet e drejtësisë për një jetim të padrejtë dhe për përdorim të metodave të epokave të kaluara. Ai ka thënë se është përballur me një vetting të paligjshëm, por më shumë se 20 vjet dhe ka krahasuar situatën e tij me praktikat e ndjekura në regjimet e së kaluarës. Veliaj e ka konsideruar arrestimin e tij si një grush ndaj qytetit dhe një përpjekje për të ndikuar në fushatën zgjedhore. Shpatja i dënuar pa gjyq që në njësje ndodhi në ditët më të errta të ferrit komunist, por jo në një demokraci europiane. Hetimi jo biografisë personale, po vettingu të paligjshëm si ky i imi për 20 vjet ndodhte vetëm në kohën e Zali Enverit, por jo sot në shekullin e 21. Kërkesa për pendes ende pa akuzë ngjan me gjyqjet popullore histerike të viteve 60, por jo në 2025. Persekutimi i familjes nga një noter, nga babi me
pesa, pa merite, pa ligj, ndërtues në konflikt interesi, mund të jetë etaloni i reformës në drejtësi. Lënia e kryeqytetit pra drejtim nga i votuar i njerëzve dhe me një të rënd të lapsit në mos grush shteti, grush ndaj qytetit, punëve të tij dhe votuesve të Tiranës, shteti me WhatsApp në ditë pushimi, nga militant të zellshëm të Saliut, sot hetues të Olcit, është fyerje ndaj reformës ku besuam të gjithë. Presioni ndaj dëshmitarëve duke i kujtuar burgun prindërve e fëmijëve u përket xhelatëve të një regjimi, jo demokracisë. Prezumimi pa fajësisë është detyrim për standardet europiane dhe jo histori kolektive e banaqeve, portaleve dhe kundërshtarëve që me voti mundën 7 herë në Tiranë e vetëm me dhunë mund na heqin nga fushata. Seanca e së martës pritet të tërheqë vëmendjen e publikut dhe politikës, ndërsa mbetet për të parë nëse gjykata do ndryshojë ose do të lërë në fuqi vendimin për arrest me burg ndaj kryebashkiakut të Tiranës. Apeli i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë për sekuestrimin e pasurive të Valbona Xoxhës, nënës së Ajola Xoxhës, ndërkaq seanca për Ajola Xoxhën, e cila ka kundërshtuar sekuestrimin e llogarive të saj bankare nga SPAK, u është shtyrë për të mërkurën. Gjykata e posaçme e apelit ka lënë në fuqi vendimin për sekuestrimin e pasurive të Valbona Xoxhës, nënës së Ajola Xoxhës, duke konfirmuar vendimin e dhënë me 10 shkurt nga shkalla e parë e GKK-s. Vendimi mor këtë të hënë nga gjyqtari Engert Pëllumbi, i cili e konsideroi të lishmëm sekuestrimin e pasurisë së paluajtshme të saj, ndërkohë seanca për Ajola Xoxhën, bashkëshorten e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Viliaj, është shtyrë për të mërkurën në orën 09:30. Ajo ka ankimuar vendimin për sekuestrimin e llogarive të saj bankare nga SPAK, ndërsa gjatë seancës së kësaj të hëne, prokurori paraqiti akte shtesë mbi çështjen. Nga ana tjetër, kryebashkiaku i Tiranës Erjon Viliaj ndodhet në paraburgim që për 10 shkurtit në kuadër të së njëjtës çështje. Ai do të dalë para gjykatës të martën në 11 mars, ku do të shqyrtohet ankimimi i tij ndaj masës së sigurisë arrest me burg. Vendimi që do të merret në këtë seancë pritet me interes të lartë, pasi mund të ndikojë në ecurinë e mëtejshme në procesin gjyqësor ndaj tij. Në gjykatën e Tiranës u shty seanca për aprake për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, pasi mungonte shoku i viktimës që mbeti i plagosur gjatë sherrit. Prindërit e Martinit kërkuan që seanca të mbahet me dyer të hapura, ndërsa ëma kërkoi që tragjedia të mos përsëritet te asnjë familje tjetër. Seanca e ardhshme është saktuar për me 27 mars. Autori i vrasjes i mituri akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese ndaj një të mituri. Seanca për aprake për vrasjen e 14 vjeçarit Martin Cani, e cila ishte caktuar të mbahej në gjykatën e Tiranës, u shty për shkak të mungesës së shokut të viktimës, i cili mbeti plagosur pas sherrit të ndodhur në afërsi të shkollës Fanoli në Tiranë. Prindërit e Martinit, Angel dhe Floriana Cani, ishin të pranishëm në seancë dhe kërkuan që ky proces të zhvillohej me dyer të hapura për të treguar publikisht dhimbjen e tyre dhe për të nxjerrë një mesazh të fuqishëm kundër dhunës dhe tragjedive të ngjashme. Ema e Martinit u shpreh se kjo ngjarje tragjike duhet të bëhet simbol për fëmijët e tjerë në mënyrë që ata të kenë më shumë kujdes dhe të mos pësojnë të njëjtin fat. Ajo tha se edhe pse autori është i mitur, ky proces duhet të jetë i hapur për të gjithë dhe me ndihmën e transparencës të parandalohet një ngjarje e tillë që të ndodhë sërish. Seanca e ardhshme u caktua në 27 mars, ndërkohë që autori, gjithashtu i mitur, akuzohet për vrasje të një të miturit në rrethana cilësuese pas një konflikti të pasqyruar brenda dhe jashtë shkollës, që përfundoi me vrasjen e Martinit dhe plagosjen e autorit me ethikën që përdori gjatë ngjarjes. Gjykata e lartë do të shqyrtojë nesër me 11 mars rekursin e ish-deputetit demokrat Ervin Saliani kundër dënimit me 1 vit burg për dosjen Babale. Seanca do të mbahet në orën 10. Saliani ka apeluar dënimin e shqiptuar nga apeli, ndërkohë që ai u dënuar për kallëzim të rrem lidhur me një denoncim për vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Në këtë çështje u përfshi dhe Albert Veliu dhe gazetari Etnir Ulldashi, të cilët u dënuan me burg dhe punë komunitare. Gjykata e lartë do të shqyrtojë nesër në 11 mars rekursin e ish-deputetit demokrat Ervin Saliani kundër dënimit me 1 vit burg që i ka marrë për dosjen e njohur Babale. Seanca është saktuar të mbahet në orën 10. Saliani ka apeluar dënimin e dhënë nga apeli, i cili refuzoi kërkesën e tij për pezullimin e dënimit me 15 tetor 2024. Në këtë dosje, Saliani akuzohet për kallëzim të rrem në lidhje me një denoncim të bërë për Agron Xhafën, vëllain e ish-ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafa, ku ai publikoi një audiopërgjim ku supozohej se Agron
Rondxafa ishte i përfshirë në një rrjet kriminal të trafikut të lëndëve narkotike. Saliani është dënuar së bashku me Albert Villiun, i cili pritet të vuajë 10 muaj burg, dhe gazetari Njetmir Ulldashi që do të kryej 100 orë punë komunitare. Çështja ka qenë shumë e diskutuar pasi përgjimi që u publikua nga Saliani nxiti shumë reagime dhe dyshime, por ekspertiza nuk arriti të vërtetonte me siguri identitetin e zërit të përfshirë. Antarët e bandës kriminale shqiptare Nikla janë arrestuar në Francë dhe Luksemburg duke akuzuar për kryerjen e rreth 50 vjedhjeve në banesat luksoze dhe vila të VIP-ave në Francë dhe Belgjik. Kryetari i bandës Edison Pula është arratisur nga burgu në Itali dhe është kapur në Luksemburg, ku kërkohej gjithashtu nga Interpoli për tentativë vrasje në Shqipëri. Një grup i dyshuar i antarëve të bandës kriminale shqiptare Nikla është arrestuar në 2 episode të ndryshme në Francë dhe Luksemburg për vjedhje të rreth 50 banesave luksoze dhe vilave të personazheve të njohur në Francë dhe Belgjik. Kryetari i bandës Edison Pula, i cili ishte në arati, u kap në 20 janar të këtij viti në Luksemburg për llogaritë autoriteteve franceze. Ai kishte arritur të arratisej nga burgu i Trevisos në Itali në qershor 2022 dhe ishte kërkuar gjithashtu nga Interpol për një tentativë vrasjeje në Shqipëri. Vjedhjet të cilat dyshohen të kenë ndodhur mes qershorit 2022 dhe shtatorit 2024 kanë përfshirë një gamë të gjerë objektesh luksoze me një vlerë totale që kalon 1 milion euro. Grupi dyshohet se ka synuar dhe vjedhur banesa të VIP-ave dhe figurave publike, përfshirë futbollistë të njohur, këngëtar si dhe pilotë Formula 1. Hetimet e autoriteteve kanë zbuluar se Pula ishte pjesë e një rrjeti të organizuar që operonte kryesisht në rajonin Grand Est të Francës dhe në zonën e Parisit. Në kërkimet dhe kontrollet e kryera nga autoritetet janë konfiskuar bizhuteri të vjedhura, orë luksoze, madhra lëkure të shtrenjtë, para të gatshme dhe automjete me një vlerë totale që kalon 650.000 euro. Banda dyshohet se është përgjegjëse për mbi 49 vjedhje dhe dëme të shkaktuara, të cilët tashmë e kanë kaluar 1 milion euro. Hetimet e mëtejshme pritet të zbulojnë më shumë detaje rreth operacioneve të kësaj bande të strukturuar dhe lidhjeve të mundshme me organizata të tjera kriminale. Notizime të tjera informacione. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se qeveria e re pas zgjedhjeve të 9 shkurtit do të udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosje. Ai theksoi se fillimisht do duhet përfundojë certifikimin e rezultatit e më pas do të nisin bisedimet për krijimin e shumicës parlamentare. Me 48 mandate nga 120, vetëvendosja ka nevojë për aleat për të krijuar shumicën qeverisëse. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar se ai dhe lëvizja vetëvendosje do të udhëheqin qeverinë e re pas fitores në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në një deklaratë për gazetarët këtë të hënë, Kurti theksoi se procesi do të ecë sipas procedurave, duke pritur rezultatet përfundimtare, certifikimin dhe më pas nisjen e bisedimeve për formimin e shumicës parlamentare. Ndërkohë, numri i dytë i LVV-s, Glauco Njufca, ka theksuar në një intervistë për një media italiane se synimi kryesor i partisë është të formojë qeverinë me partitë jo serbe. Aktualisht në kuvendin e Kosovës janë të rezervuara 10 vende për partitë jo serbe dhe po aq për partitë serbe. Megjithatë, Konjufca ka theksuar se nuk ka shumë gjasa për një bashkëpunim me partitë opozitare të mëdha, si Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kanë refuzuar çdo koalicion me vetëvendosjen. Lëvizja vetëvendosje ka fituar 42.27% të votave në zgjedhjet e fundit, duke siguruar 48 ulëse në kuvendin me 120 vende. Kjo do të thotë se partia e Kurtit nuk mund të formojë vetëm me qeverinë dhe i nevojitin aleat për të siguruar shumicën e nevojshme për i 61 deputetësh. Negociatat për formimin e ekzekutivit pritet të jenë sfiduese, ndërsa mbetet për tu parë se me cilat forca politike vetëvendosje do të arrijë një marrëveshje për bashkëqeverisje. Notizime zhvillimet nga bota. Aksionet e firmave europiane të mbrojtjes kanë shënuar rritje të ndjeshme pasi Bashkimi Evropian ka intensifikuar përpjekjet për forcimin e mbrojtjes së tij. Liderit evropian kanë diskutuar një plan ambicioz prej 860 miliard dollarësh për riarmatimin e kontinentit, ndërsa shtetet anëtare përballen me sfidën e ndërtimit të një industrie të fuqishme të mbrojtjes.
Aksionet e kompanive europiane të mbrojtjes kanë përjetuar një rritje të fortë gjatë javëve të fundit, si pasojë e angazhimit të Bashkimit Evropian për të forcuar mbrojtjen e tij. Ky zhvillim vjen në një kohë kur Washingtoni ka sinjalizuar se nuk do të jetë më garantuesi kryesor i sigurisë europiane, duke e lënë Bashkimin Evropian të marrë masa për të mbrojtur veten. Eksperti financiar Tim Oschenstern nga banka gjermane Stobing AG deklaroi se tregjet tashmë e kanë kuptuar nevojën e Europës për të krijuar mbrojtjen e saj të pavarur, duke marrë parasysh ndryshimet në qasjen amerikane. Në një takim në Bruksel, liderit e Bashkimit Evropian dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky diskutuan mbi një plan të madh riarmatimi me vlerë $860 miliardë, i cili do të financohet përmes bonove të thesarit të Bashkimit Evropian dhe lehtësirave për huamarrje. Përveç kësaj, vendet të ndryshme anëtare përfshirë Gjermaninë po shqyrtojnë mundësinë e ndryshimit të rregullave të brendshme për të lejuar investime më të mëdha në mbrojtje. Friedrich Merz, i cili pritet të ikë kancelari i ardhshëm i Gjermanisë, theksoi se çdo shpenzim i nevojshëm për mbrojtjen duhet të bëhet pa vonesë, duke marrë parasysh kërcënimet në rritje prej sigurisë europiane. Ndërkohë, vendimi i administratës Trump për të pezulluar ndihmën ushtarake për Ukrainën dhe për të kufizuar eksportin e disa armë amerikane ka shtuar shqetësimet në Bashkimin Evropian. Kjo ka forcuar vendosmërinë e liderëve europian për të ndërtuar një industri të mbrojtjes më të pavarur, megjithëse ekspertët paralajmërojnë se ky proces kërkon kohë dhe investime të mëdha. Pavarësisht kësaj qasje të re, Europa nuk është plotësisht e bashkuar në strategjitë e saj, ndërsa shumica e vendeve të Bashkimit Evropian mbështesin fuqishëm Ukrainën, Hungarinë dhe Slovakia ka shprehur rezerva për ndihmën e mëtejshme ushtarake. Kjo përçarje mund të komplikojë përpjekjet e Bashkimit Evropian për të krijuar një politikë të unifikuar të mbrojtjes dhe për të garantuar një mbështetje të qëndrueshme për Ukrainën. Presidenti Donald Trump ka deklaruar se Ukraina mund të mos i mbijetojë luftës me Rusinë edhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Në një intervistë për Fox News, ai mbrojti vendimin për tërheqjen e ndihmës ndaj Kievit dhe u shpreh skeptik për të ardhmen e Ukrainës. Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka dhënë një deklaratë të fortë në një intervistë për Fox News, ku theksoi se Ukraina mund të mos mbijetojë dhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Ai mbrojti vendimin e tij për të tërhequr mbështetjen për Kievin, duke privuar një tablo të zymë të situatës së vendit, që prej 3 vitesh është në luftë me Rusinë. Po Ukraina mund të mos mbijetojë, gjithsesi, ne kemi disa dobësi përballë Rusisë dhe tani kemi ngecur në këtë rrëmuj, tha Trump gjatë intervistës. Ish-presidenti, i cili ka kritikuar vazhdimisht administratën Biden për mbështetjen e saj ndaj Ukrainës, përsëriti se presidenti Volodymyr Zelensky nuk ka treguar mirënjohje për ndihmën amerikane. Sipas Trumpit, administrata e mëparshme ka dhënë fonde për Ukrainën si karamele, pa kërkuar llogaridhënie nga Kievi. Duke u distancuar nga politika e jashtme e administratës Biden, Trump ka kërkuar të pozicionohet si ndërmjetës në konfliktin Rusi-Ukrainë, duke e vënë theksin më shumë tek presioni mbi Ukrainën se sa mbi Moskën. Megjithatë, javën e kaluar ai paralajmëroi masa ndëshkuese edhe ndaj Rusisë, e cila tashmë po përballet me disa nga sanksionet më të ashpra të vendosura ndonjëherë nga SBA-ja për shkak të pushtimit të Ukrainës. Këto deklarata vijnë në një moment kritik për Ukrainën, e cila vazhdon të kërkojë mbështetje nga aleatët perëndimor për të vazhduar rezistencën kundër agresionit rus. Pavarësisht skepticizmit të Trumpit, Shtëpia e Bardhë dhe Kongresi Amerikan mbeten të ndarë mbi qasjen që duhet të ndjekin ndaj Ukrainës dhe ndikimin e politikave të ardhshme të Trumpit në këtë çështje. Mbi 50.000 pasagjerë në Gjermani pritet të përballen me anulime dhe vonesa të mëdha për shkak të grevës 24 orëshe të punojësve të aeroporteve. Greva e organizuar nga Sindikata Verdi ka përfshirë 13 aeroporte kryesore, duke shkaktuar ndërprerjen masive të fluturimeve. Në mesnatën e kësaj të hëne ka nisur një greve e gjerë në aeroportet gjermane, e cila do të zgjasë për 24 orë, duke ndikuar ndjeshëm në udhëtimet ajrore. Sindikata Verdi ka organizuar këtë grevë si pjesë e negociatave për përmirësimin e kushteve të punës dhe rritjen e pagave të punojësve të shërbimit publik. Sipas raportimeve, më shumë se 500.000 pasagjerë do të preken nga anulimi i rreth 3.400 fluturimeve, ndërsa aeroportet kryesore si Frankfurt, Munich, Berlin dhe Hamburg do të përballen me pezullime të shumta të operacioneve të tyre. Aeroporti i Frankfurtit ka paralajmëruar ndikime të mëdha në trafikun ajror, ndërsa aeroporti i Berlinit ka vendosur të pezullojë të gjithë fluturimet për këtë ditë. Lista e aeroporteve të prekur nga greva përfshin Munichun, Stuttgartin, Frankfurtin, Köln, Bonn, Düsseldorf, Dortmund, Hannover, Bremen, Hamburg, Berlin, Brandenburg dhe Leipzig Hall. Ndërkohë, greva e sektorit të sigurisë ajrore do të zhvillohet edhe në aeroportet Wizz
dhe Karlsruhe Baden. Sindikatat kërkojnë një rritje prej 8% të pagave ose të paktën 350 euro më shumë në muaj, si dhe 3 ditë pushim shtesë për punonjësit. Pala punëdhënëse ka kundërshtuar këto kërkesa duke argumentuar se kostet do të ishte papërballueshme për komunat. Negociatat pritet të vazhdojnë më 14 mars, ndërsa një tjetër raund diskutimesh për sektorin e sigurisë ajrore është planifikuar për më 26 mars. Udhëtarëve u rekomandohet të kontrollojnë faqet zyrtare të kompanive ajrore dhe aeroporteve për informacion mbi fluturimet e tyre për shkak të anulimeve dhe vonesave të mëdha që pritet të zgjasin gjatë gjithë ditës. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 11 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Sipas parashikimeve pritet një ditë me vranësira dhe rreshje shiu. Temperatura minimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius dhe temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era pritet të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me një shpejtësi maksimale 1 deri në 8 metra për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 9 deri në 16 gradë. Peshkopi 7 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë 10 deri në 18 gradë. Durrës 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 19 gradë. Elbasan 9 deri në 22 gradë. Berat 13 deri në 22 gradë Celsius. Korç 13 deri në 21 gradë. Vlorë 10 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 13 gradë. Sarand 10 deri në 16 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 11 mars 2025 parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, e gjithë ditët do të jetë mbushur me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga juglindje me një shpejtësi maksimale e cila do të arrijë deri në 5 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovic 7 deri në 16 gradë Celsius. Podujev 5 deri në 16 gradë. Skënderaj 4 deri në 15 gradë Celsius. Pej 8 deri në 13 gradë. Prishtinë 7 deri në 16 gradë Celsius. Gjakov 6 deri në 14 gradë. Malishev 7 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 16 gradë. Ferizaj 5 deri në 17 gradë Celsius. Kaçanik 6 deri në 15 gradë. Suharek 7 deri në 16 gradë. Prizren 7 deri në 17 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mundjen tuaj. Bashkë miru takofshim në edicione të tjera.